Fillu të thoni që... Pra po flisit për ndikimet dhe këtu afër është dhe ambasada e Serbisë, ndoshta... Shumë e mundshme. Shtatë ajo që folën pak përpara. Nuk i... Kështu që po koncentrohemi tek kosovarët, ndikimi eventuali i politikanëve të këtushëm edhe përgjithsisht i kosovarëve me shtetësi të dy vishtë e fundit. Nuk u dëgjua pra përgjigja ime. Po. Duhet t'ju them këtë gjë, që për afërsinë që kemi me njëri tjetrin, për faktin që jemi kaq të lidhur me njëri tjetrin. Dhe nisa t'ju them, unë vet jam djali i një nëne, prindërit e cilës gjyshi dhe gjyshja ime kanë lind dhe kanë kaluar rinin e tyre në Kosovë. Gjyshja e Pejës, gjyshi i Drenicës. Dhe kështu janë me mira raste. Për këtë afërsi që kemi, mendoj që ndikimin, kuptimin, si më thënë, e influencës proces, nga ajo që quhet aktualja politike, nuk është i madh. Sigurisht, unë jam një Kosovë, jam politikën e Shqipërisë. Ne ndikojmë njëri tjetrin, ne jemi një kom, jemi një gjak. E nga kjo pikpamje, pa diskutim që interesat tonat përbashkëta jo vetëm që ndikojnë, po duhet ndikojnë zgjedhjet që qytetarët tanë në dy republikat bëjnë, sepse siguria jonë është e përbashkët, shumë probleme janë të përbashkëta, e sigurt është që ardhmja jonë është e përbashkët. Dhe kjo ardhme përbashkët, po supozoj që një ka flisni në Bashkim Evropian. Pa diskutim, një nga stacionet kryesore të dy republikave është Bashkimi Evropian dhe shpresoj së shpejti e do të punoj me gjithçka ka mundësi Kosova në NATO. Që është një prej temave cilën do të trajtojmë edhe në tardhmen, e besoj që do të realizojmë edhe intervista tjera mbi këto dhe tema tjera që mund të dalin gjatë fushatës dhe gjatë zgjedhjeve. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për inkuadrimin sonë të emision. Me shumë kënaqësi. Përshëndetje për zemër. Shikues të nderuar.